Njoftës Ministrit të Punëve të Jashtme, i cili tha që saktësisht për citoj një president nga familja Jashari, i vetmi emër që ka shkaktuar pritje pozitive tek partitë në Kosovë, një konsensus pozitiv. Edhe pas kësaj deklarate që e forcoi atë narrativen, e shprehur ndoshta jo zyrtarisht nga shumë kush që mund të jetë një emër nga familja Jashari për president të Republikës Kosovës, kjo ishte zyrtarisht deklarimi më i qëndrueshëm që vërtet janë duke quar mesazhe konkrete që mund të jetë një emër i propozuar nga familja Jashari, por që gjatë ditës së djeshme pati një deklarim të ngjashëm mes dy familjarëve të Jashareve, Murati dhe Bekimi, të cilët deklaruan kategorikisht që nuk janë pjesë e këtyre dhe këto mesazhe thanë që ja kanë përcjellur edhe vetë partive politike. Edhe po besoj që janë më së qartë, më së korrekt edhe mirë që u deklaruan edhe ndonse u qartësua absolutisht. Gjithë filluan të mendojnë që po, dikush nga familja Jashari do të jetë kandidat dhe... Po, sidomos edhe me vizitën e Kurtit të dielën vonë në konakun e Jashareve, këtu me njëherë nisën ato lëvizjet zyrtare, për këtë çështje, dhe duket që ata e kanë sqaruar tashmë idenë që nuk janë pjesë e kësaj. Ndonse prap pati aso aludime që në rregull këta u deklaruan, po brenda familjes Jashari ka dhe emra të tjerë. Po ka dhe emra të tjerë. Ka dhe emra të tjerë, por megjithatë unë po e shoh më shumë si qendrim familjar këtu, sepse dy djemë që janë kryesisht aktiv në botën akademike, politike, publike, ata të dy deklaruan diçka të tillë. Tash po besoj që na nevojitet të deklarimi i Basës Rifat për këtë çështje. Po mos harroni është dhe Besarta Jashari, është dhe Shqipja, jo. Prandaj që po besoj që përfundoj me gjithçka këtu. Nuk besoj që ekziston e nevoja që këtë familjarët me dalë me shpjegu, po fillimisht... Pse emri më i përfolur ka qenë Bashkem Jashari. Po, e i preferuari, ose emri kryesor që zoti Kurti dal, po mas pari më lëni me tregu sa i befasum jam me gjuhën e zotit Murati Jashari. Nuk i kam një shumë radhë të folë publikisht, edhe ke mënyra si shush përgjigj, edhe mënyra si shush e spjegoj këtë rastin, për mu ke befasuse. Tani në mes të intervistës, janë nisa me besu që për e me kërë nështë në dojtë si president. Po për shumë mënyra kur e pytë Valoni për qka nëse batë në gërë që partitë politike nuk me gjithë një emën, a e moni fa leksioni i të regonë se qka është roli partive politike që me gjithë një emën, të mënyra që që spjegaj ka i më bani për shtypje. Kështu, e para punë, se dyta është një detaj kur thot që u kam të regu, u a kemi të regu, për tani nali thët, i kam të regu. Për mu pak është... Njëherë që drejtojt për shumës, pastaj... Po, pastaj, po nalet e me ndënë. Për mu që të keni pak interesante se nuk e di në mendin e tina se që ka pas, po e lene edhe një opcion tjetër për që mos me folën e emën të të krejtve familjarve. Ashtë të qare, dje u kanë dita kështu e fundit që partitë politike kanë mujtë të përdor familjen Jasharit për me gjithë mënyrën ma të letë për me të kalu një krizë. Qëre, edhe ma heret kërë kemi folë që temë, problemi me propozimin e Muratit Tashti, ose dikën nga familja Jashari, nuk është përse që është familja Jashari ose mësë me përfshim politik, është për shkak që qësh për nga prezentojnë partitë politike neve krizën. Nuk është qa që madhe, ose qa që e pas zhidhën kriza, sa që zhidhja me qenë familja Jashari ose me na kry punë familja Jashari. Do me thënë... Mos me shfrytëzu gjokerin në situatë të tillë. Apo përdoret këto, ta zëm nga partit, apo nga zëra. Letësia me cilin po përdoren, kena rrit, kena shku deri tek pika, do me thëna, la fillu me Jasharit dhe përfundu me Jasharit, asë një biset nuk e patëm as prej pozitës, do me thënë, edhe opozita me njëherë u qu, do me thënë, kështu shkaj diskutimi, dule Enver Hoxha, ka thonë që në kur nuk e kësha. Dhe më thënë, Enver Hoxha pas thonë që kush dhe që vjen nga familja Jashari dhe ta votoj, hala pa u diskutu kërkush zyrtarisht, dhe më thënë, u kriju një farë debati, i cili e shterë debatin për president, që na ishtë doshtë me diskutu në emën se nuk është, dhe më thënë, letësia nga me të cilën shkum direkt, edhe kërkum dim, edhe e thamë që familja Jashari, edhe paftësia jonë që me ullojnë me menu me gjithë njerëz mrena shëshnis tonë që me na drejtu, dhe më thënë, është pak shqetësuse, edhe fletë shumë edhe për nivelin politik tonin. Në aspektin politik, në rregull është nëse zotri Kurti se kush do qoftë shkon edhe i propozon, sepse është një nder.
një respekt. Por, shumë ma respekt e mander i madh është qëndrimi tyre që zdojnë me u përfshi në politikë, sepse si që tha dhe vetë zotëria Jashari në këtë rast, na jemi i gjithve, për të gjithë. Nuk jemi as partijak, as politikë. Na betimi të gjithë banorëve. Dhe më pëlqej një reagim, shumë shtete kanë president, përveç Kosova ka familja Jashari. Kështu që letë mbetet familja Jashari, jo president nga familja Jashari. Ne e dim përvojën politikë të zotërit Bekim Jashari. Normalisht që në momentin që ti bësh pjesë e politikës, keme nisë me marrë ato reagimet e paknatsive nga dikush. Kur politika ta mën krejtve s'ju bjenë. Në këtë situatë, në momentin që ti merë pozit politike, edhe maj miri botës letjesh, ka me dalë dikush me të kritiku, me të thani fjalë. Edhe na nuk duhet me bo, me leju vetë vetën që me ju thonë fjalë të tilla politike, të panevojshme një familje që shna e kena si familje Jashari. Apo është përdorur familja Jashari, emri i familjes Jashari gjatë këtyre ditëve? Sepse ju thatë në majerët nuk ka qenë situata aq e vështirë dhe komplikuar politike në vend sa që të kërkohet ndihmë tek familja Jashari. Pra, në pamundësi për me u koordinu me zvete partit politike, shkuan me opcionin e parë që nuk e refuzon askush. Dhe fakti që Kurti ka shku me taku me familjen Jashari, një natë para se me taku në mëngjes dy partit opozitare, të regon shumë që këtu nuk kërkon një farë koincidencë, edhe pse zoti Kurti ka tentu me paraqit ashtu se u bo shumë kohë që si në taku, po nuk jena qesh na evna me besu që teori, kështu që po është, mas pare është hala nuk ka ndodhur një diskutim, për shembull na hala nuk kena një diskutim pse nuk po bëj ka Vjosa Osmani, për shembull me pas një diskutim me ditë pak a shumë një qendrim të koalicionit që ka pas me Guxhan dhe vetvendosin. Dyqysh fakti që na përdojna me shku me gjetë një zgjidhje dhe direkt me shku tek Jasharit, edhe tek opozita është shumë problematike, sepse opozita këtë ka pas një kartë shumë mirë në dorë. Qka? Ka mujtë me thonë sepse në momentin që ka thonë zotit Betri Hamza, Kurti që në kam qenë prama atje, kam bisedu me ta, dhe me thonë, a i dosh me ndodhë diskutimit të thonë, te pas ke kry punën, se ty kus visht tim me më folë mu, jam këtë Jashart, unes, qka ka me thonë në ty, dhe me thonë, apo këten, dhe me ty e ke arte, edhe mu më kujtu si tani, ku një sa, djetë thejke, nuk përdojnë me qitë opozitën para aktit krym, më falë, jo opozitën për te një shtetë të tanë, një shëshnit të tonë kolektive ke qitë para aktit krym, kërë prezenton emrin e familjes Jashari, që qka po pret, pikën e po pret me dalë me thonë. Edhe paka shumë e hinëm në hak si shëshni, deri sot dështë me u obligun me deklaru që ju naj si jemi pjesë e kësaj loje. Qëre mas pari është në konë sinceritet e nësë për kriministit. Në thonë jam kanë në pram, kena full, edhe nuk ka disponim që Jashart për mu, për me dhinë politikë. Gjejmë emrat të tjerë. Pse nuk eshin një antarët familjes Jashari si president? E kemi cekë që roli presidentit është shumë ceremonial dhe nuk përfshihet shumë në parti politike? Me kanë ceremonial, a i nuk është bënë që ka nuk problematik. Nuk është ceremonial. Nuk është ceremonial, veç e thonë kështu. Kur t'na kanë vënojnë me thonë... Me pasjen sistemi jonë mbretëror, në regull jem. Po është sistem qeveritar parlamentar, edhe si të tillë, atëherë s'kem nevojë me i shtit do familje ose me i nderu familjet për kontributet të tilla. Tash me njës, pas 5 vjeçarit të njërit mandat të njërit nga emrat e Jasharajve, çka me bëna? Tash me gjetë një familje tjetër, familje, atë shkojmë me familje, t'ja dhajmë pozitën e presidentit, si cilës familje që ka dhanë kontribut, po s'po besoj që posti presidentit është një post që ju shërbejmë ose i shpërblejmë familjet kontribut dhënëse në Kosovë, në historikën e Kosovës. Dhe gjithashtu familjet kontribut dhënëse nuk janë për të shfrytzuar nga politikanët. Absolut. Ata të cilët janë pjesë e politikës le të gjejnë konsensus, siç po thot Vullneti, nuk jem në atë çat krizë, siç e përmendni edhe zotri Jashari në këtë rast, nëse është një krizë e madhe e jashtëzakonshme, në rregull, atëherë mundem me marrë përgjegjësinë në situata të tilla. Po jo në situatën aktuale që kemi shumë qetë. Jo, është edhe një element tjetër gjithashtu që ka të bëjë me aspektin historik, po edhe personal e emocional. Nuk është njëjtë sikurse zoti Kurti ose zoti zonja Osmani me shku me u taku me Vučićin ose me dikën që prezanton Serbinë. Sikurse për një familjar të familjes Jashari. Që janë të përfshirë emocionalisht? Emocionalisht e kam vrarë këtë familjen. Dhe me thonë që emocionalisht edhe ajtët me shku musit politikisht korrekt për hirë tonë se neve në ka tek me nderu të ashta. është krejtë okej, pse po thamë, është momenti as pak i duhum për këtë pozitë. Si kurse ne të këshim qenë në një proces që jemi të folë me Shqipnin, mu bashku, me bënë e farë politike të tillë. Konsensuale, konsensuale. Neve në hynë njëri, cilë janë në udhëheq,
edhe kish pas kuptim emocional, historik, i kish donë disa kontekste, këtë angazhimit të familjes tyne, për dhe të UÇK-s, okej, edhe zgjedh ata dhe drejton familja Jashari. Ama, ti që 10-15 vjetë, as janë i për ty në politikanëve, nuk për mundet me marrë një vendim për asociacionin, ose me marrë një vendim për dialogun. Edhe 15 vjeti për në arran neve që kime marrë një vendim, e së për mundet që marrë një vendim. E tash ka ardhë voja të edhe ty tash të qka familja Jashari me na një me na legitimu, këtë qka kena bëna gabimet politike 15 viteve, kush që kërëministrë me bo dialog. Që to është problemi me këtë mundemi me leju vetë vetën në këtë aspekt qysh mi adhan në dorë politiket e jashme, bordi i paqës, Bashkimi Evropian, kur Bashkimi Evropian veç thot dialogun. Dë vetëm në fjallë ka. Kujt, mi u drejtu zotër Jasharajve për dialog, me shku në dialog, me cëllë me dialogu. Me që ata, do thot, bim në kontradikt edhe i qesëm shumë në pozitë kje që historikisht. Lysë është, abedin, se ti me merë, një familje ka sakrifiku këtë antartë, edhe për ta jep shtetin, të sakrifiku që të antartë familjes, edhe mas 20 vjetëve, për merë të qatë shtetë edhe për bënd asë një përparim për përparimeve të mdoja që në pavarësia, edhe për merë shtetin, hajde okej, pja dërzoj shtetin për shumë në formë derimi që presidenca, për shkak sakrificës dhe një shtet i mirë, i formu mirë politikisht, okej, ama në një situatë kaotike. Po dhe asë një parti politike nuk është në gjendje më ullë me folë për një çështje të caktume, e ti për ly për i dhe njerëzve që ka njopë këtë familjen, hajde në një mëtë që tash në asë s'pëmujnë me gjithë një emëna konsensual. Shkojnë zgjedhje mëre? Pse s'pëmujnë me gjithë një emër? Zgjedhja eshëm 2 herë brenda vitit kaluar. Ata përdolin për na lypin votin neve, 3 herë në vitit, përdolin për japë votin 3 herë në vitit, edhe apet në fund përdojnë jesë përdina me bo një zgjedhje. Tani apet neve me na qitë para aktit krym që familja Jashari. Për çka na përdolin të 3 herë me votu. Zgjidhjen e kam pas tash e 5 vjetë. Mundësin me ndryshu sistemin e votimit për president. Voto drejt për drejt edhe je jashtë këtyre krizave politike, por nuk dojnë me bu këtë sen, sepse ju interesën pozita e presidentit me nda pazarit politike, dhe kësaj bijem në këtë ngërsh të panevojshëm, të palogjikshëm, për shkak të mangësis së gatishmërisë të tyre për me ndryshu sistemin e votimit, dhe ose zgjedhjes së presidentit, bëne mundësin për me zgjedh drejt për drejt, mundësoj në kuvendin e Kosovës, kaloj e këta, sepse po besoj që gjithë deputatet e kanë këtë lloj mendimi për t'i evituar këtë lloj kriza dhe shumë alet për me zgjedh një emër të presidentit në mënyrë të drejt për drejt, por megjithatë vazhdohet me qenë këta për me shfrytzu për pazare politike, tashti synohet, siç tha edhe zotëri Abdixhiku a ditë, ose koalicion klasik të ndonjë subjekti politik me lëvizjen vetëndosje për të siguruar apo, e kumet aja këtë hatërmbetja, në aty një letrave, në keni të letra neve për në përmenje dhe është lidhje tona. 3 herë kam përmenjë që ta është të del, mas ty në zgjedhjeve Lumir Abdixhiku thëtë, po koalicion ose gjithë përfshirës ose vetëm me LDK-n. është interesant që drejt tashti... Për të zgjedhur presidentin. Për çka do të qoftë? Çfarë marrëveshje arrin partit me zvete për të zgjedhur presidentin? Çka kanë interes? Një marrëveshje e lëvizjes vetëvendose, për shembull me Lidhjen Demokratike të Kosovës, që këta ta votojnë Vjosa Osmanin edhe për një mandat si president e vendit. Cili është interesi i LDK-s këto? Bëhet pjesë e qeverisë. Interes LDK-ja, për LDK-ja gjithashtu nuk ka kapacitet me pas interes për këtë çështje. Se s'po ka kapacitet as vetëvendosja e cila i ka shumicën, e leje më LDK-ja me pas kapacitet me ju bashku. LDK-ja nuk ka kapacitet as me garantu korumin shumicës me 2 deputet që ikin. Dhe me thënë, problemi është edhe të opozita, e cila gjithashtu zoti Hamza, që më ka bëni shumë nervoz sepse po pres pitina pak ma lëvizje ma të ashpra, ma direkte të opozitarizmit. Në Rubikon ka thonë që nuk takona me zotin Kurti, masi ta bënë qeverin, masi ta konstituonë parlamentin. I shkojnë zyre para 2-3 dite. Në vikend. Për çka për shkam për tu, për folë me ta në se ti ke thonë për para. Dhe qysh, qëfar qëndrimi ose qëfar shpejse për kejna na, të partitë opozitare, ka shi një Albin Kurtit e cilë, që shpëdo kështë do me në gjesë për qohet, tu menu se të shka me ba, qëfar levizit politike me ba, që me qenë dhe mënë ajë nuk pënalet.
Big Brother ta i s'pëkryjë të kërë, ta për nalin dikur, përkryjë a i kërës për nalin. Kish bom Big Po, Brother. ama për i me Gonxhe, adin sa do që na do këtë ka njëherë, kështu që nuk është shumë e damshme, nevoja emergjente është na me pas një politikani cili i rrinë shumë gati zotit Kurti. Këtë situata asë njëra nga partitë politike nga këtu me cilat u diskutua nuk kanë emrat përveqëm. As lëvizjeve të ndosë nuk është i përqet emrat përveqëm të caktuar përveç lavdeve që i kanë ndaj Sepse ja për kupton që s'ka s'ka kemi vetëm nga Alianca për Armërinë e Kosovës, akter të AAK-s, rregull çdo ditë janë duke propozu, ja ku e kemi Ramushin, ja ku e kemi zotin Haradinaj. Do thotë kanë emrin e përveçëm, tjerë s'ke me emër të përveçëm të propozuar nga asnjë lloj grupi parlamentar, nga asnjë lloj partie. Përveç AAK-ja është duke propozu pak a shumë zotin Haradinaj, as vetëm nuk ka propozim për zonjën Osmani, as PDK, as LDK nuk kanë emrat të përveçëm, edhe pak është nonsens për derisa të jetë të u bë pjesë e pazare ose diskutimeve, atë shkon me propozime, me emrime, me emrat caktuar. Gjatë ditës së djeshme, zonja Qitaku tha që na kena emra burra e gratë që të zëtë, po ka emrat caktum, t'i shoshisim. Ata po thonë që ju nuk i qesim emrat, sepse s'kena nevoj për derisa si kena numrat, po t'i qesum emrat, në shtatë siguruan numrat. Që të emrin, ju partijak. Po, që të në pozitë të parak mushme, që ka qitë ty zoti Kurti me një potestë të një emër të caktum që mundet me pas konsensus shoqënor mrena Kosovës. Ndoshta jo vetëm familja Jasharaj kanë një konsensus shoqënor në Kosovë, ka ndoshta edhe në emër tjetër. Mund të jetë dikush nga familja Rugova? Nuk ka lidhje e Gonxhe. Fakti që nga të folë nga me familje, ka të zënë shumë edhe për nivelin shumë provincial të politikës që edhe që kena. Pasha sotën shumë ka njerë për më do këtë vetja si kërë për folë, adin për një dolafe todave, kërë për më bjerë me s'kigu historinë njose, unë jam rritë pa ka shumë të një dolafe todave. Si në sistem monarkik, si në sistem mbretërive. Ama për e me në odë ka pas sens kërë është folë për familjari, tha kjo filan familje, është mirë me na uheq kjo filan familje për do punë ka tënë. Me në arë puna që në vitin 2026, shteti jonë, kështë Young Europeans hala jena, me hala konceptin e familjeve në të e folë. Familja Rugova, familja Aj, familja kjo, ka kontributi këtyne, hala nuk muna me dalë prej fisit. Ta në përshtapëna do këtë shumë e zëshme përna zaglavitet edhe kushtetuta. Se në halojna jam, halam... Pikrisht, apo i qesim pikpytje kushtetutës në këtë rast? Po tash, nëse na diskutimet për president, përbojna në për familje, na për salona, na për oda. Jemi të marrë me kanunin e lekës. Me kërë familjarë, dhe më thonë, të del partia që pëtën më reformu, ta qëtë djallin e ish presidentit Rugova del numri 2 në LDK. Kjo fletë shumë nëse një njeri cili kur s'ka qenë politikisht aktiv. Njët, as nuk i ka interesu për LDK-n, as për politikën e LDK-s, edhe del, edhe vjen edhe bat, merë mas shumë t'i vota se ata kretë që janë kanë LDK. E kam përnu qatë shumë vjetë, unë nuk e di, ato dikush pësë për qëtë pikpytje shumë dhaja për hyrin e tina, që ka fletë për masporin për LDK-n atë, mrena. Ashtë, në tjetër në anë, që kjo beteja që e ka mojë zoti Kurti me që ka të zellë, për mu ma shumë është shqetsu se në kuptimin që e ka hetu që të farë, faktin që nuk po ka kush me i dalë për para. Po ti a ke hetu që ku po dalë me na qudë, në zgjedhje për sëri? Jo, unë më ndaj, unë pash analiza e në është kjo. 15 vitet e tina në opozitarizëm, edhe 15 vitet e tina që nga ka folë për disa situata qatë shumë gjatë, unë e shoh që aj ka kriju një përshtypje e cila një farë mëzbesimi ose që kur t'i fërsh dikojnë 15 vjetë dhe nuk merë vesh, e tashti është koha me të dëshmu ty që që të sane që t'i këmë thonë në ty për 15 vjetë janë për një të vërteta. Edhe unë e përshoj që zoti Kurti është ha pas hape pa u lodhë heq edhe pa u gut heq, është ka dami të regu për se cilën që ato që i ka folë gjatë 15 viteve, ju dëshmu që është vërtet. A është për ta mirë politikisht? Po, me të regu. A na vynë neve kolektivisht si shëshni dhe si shtetë? Jo. Se mu nuk vynë me ja dëshmu një politikani që Unë po besoj që po tenton me javë dëshmu dhe atë gatishmërinë e ti sikur në rastin e Zotrit Konjufse që propozoj në qeveri. Nuk e tentuar t'i shfrytëzoj edhe familjaresh, familjet e... Ama a kena posa nevojna si shtet me hukë të dy javë kohë me një qeveri që asë Zotrit Konjufse se e ka di që s'ka mu, po jo. Unë po besoj që është një tentim mjë të regu opozitarëve që na nuk po kemi interes edhe me qitë njërin në tuën direkt, njërin në tuën partijak, po që po provoj me shansë tjera, tas po pranoj, atër hajde të zgjedhim dikon që
Po pres zoti Ka Kurti edhe me fol me mu. pushtetje politike me fol me partijake. njerëz, jo me parti opozitare. Ke provu me fol me Kurtin? Jo, s'është problemi me shpefol personalisht. Më fol kur të bën politika me më drejtu mu. Gazetari, pse jo? Jo, më drejtu mu, në kuptimin që si qytetar. Aty ne ka marrë votave, ai shumicën e kohës është okej se politikisht ai çat pun ka me bën. Se çat detyre ka, domethënë po merret këtë kohën edhe shmu se çka ka thonë dhe çish kanë me dalë fjalët e tina. Shohem sepse besoj që